të Trump pushteti? Si pushtet? Absolutisht. Unë nuk e di ku e kam lexu, ma nisën para disa ditësh nuk e di kush ishte shkrimtari. Se faktet po tregojnë që pushteti disa njerëz i ka çuar në tjetërsim të personalitetit. Patjetër disa njerëz. Dhe ky shkrimtari që ishte një njeri i politikës, por nuk e mbaj mend autorin, pra nuk po e citoj autorin, thotë një gjë shumë interesante që pushteti bën me njoft njërin, sepse një person i mirë pa pushtet ndoshta smundet me qenë i mirë. E njëjta gjë për personat negativ dhe personat e poshtër, pra, që i bajnë dëm tjetrit. Pra pushteti më shumë se sa të tjetërson, pushteti tregon kush je. Pushteti, domethënë, kur ke pushtet ti e njeh personin. Dhe ky pushtet nuk është vetëm ekonomik, është edhe pushteti për me vendos, me marrë vendime për tjerë, me ndëgju ose mos me ndëgju dikë tjetër. Unë mendoj që pushteti tregon kush je. Dhe lum kush e ka për me tregu të mirën e tij dhe rrezik kush e ka që nxjerr anën më të keqe të tij. Nuk mendoj që pushteti bën keq. Pushteti tregon kush je dhe secili bën ata llogaritë e tij, sepse në politikë shpesh ne na detyruar me zgjell një zgjedhje të gabuar, pra. Në politikë mundesh me kanë përballë dy zgjedhjeve të gabuara. Dhe ti ke me zgjell më të paktën e gabuar. Kjo nuk është të thënë që gjithmonë ke me zgjell mes të bardhë së zezë. Kjo kishte qenë shumë e thjeshtë. Në politikë ke me marrë vendime që kanë me bë disa dame, kanë me bë disa të mira dhe është në dorën e moralit tënd me i vunë pesh me njëra tjetrën. Aty ku bëhet politika e pist është tek shfrytëzimi që i bëhet pushtetit. Kur futesh në këtë detej pra politike që ka mbrëmë dhe pjesën e pushtetit politik, ka automatikisht ka favore. Pra edhe në opozitë, edhe kudo që merresh, pra në momentin që ti shfaqesh, në momentin që fjala jote ka autoritet, fillon e ke disa lehtësina. Në të në aspektin, në respektin që t'japin njerëzit, në dyrët që t'hapen. Nuk flas vetëm kur ke pushtetin politike, po politik në kuptimin e pushtetit e qeverisë, pra edhe kur ke pushtetin e fjalës, edhe kur ke pushtetin e opozicës. Problemi është që ka disa njerëz që nuk abuzojnë me të, ka disa njerëz që e shfrytëzojnë, pra e shfrytëzojnë për me prodhu mirë, për me prodhu ndryshim, ka të tjerë që e shfrytëzojnë për përfitime personale. Pra unë e shoh në këtë perspektivë pushtetin. Pra është çështje karakterit dhe lufta e njerëzve me karakter, e njerëzve me idealizëm dhe me njëshmëri për tjerë, është shumë më e vështirë se e njerëzve që mendojnë vetëm për veti. Unë kam bërë shpesh krahasimin si rritja e shkurrës me ullinin. Është shumë më e lehtë me rrit një shkurrë, por kur ullini arrin me lindë dhe arrin me lulzu, nuk pyet më për shkurrët. Pra është një betejë që është shumë më e vështirë për njerëzit që dojnë me bë mirë, por nuk mendoj që pushteti i prish njerëzit. Pushteti thjesht tregon kush janë.